Në zonën e Përmetit, përgatitja e glikos së arrës mbetet një nga traditat më të ruajtura dhe të çmuara të kuzhinës vendase. Ky proces kërkon shumë kujdes dhe durim, pasi konsiderohet ndër më të vështirët për t'u realizuar. Neve sa filluam glikon e arrës. Sot e solli fermeri, ku kjo arë është arë e vjetër, është arë shekullore, ku mblidhet në përmale dhe nuk është arë e kultivuar, vetëm arë e vjetër bëhet gliko. Procesi më i vështirë dhe më i lodhur është i arrës. Me rritjen e turizmit në zonën e Përmetit është shtuar edhe kërkesa për produkte tradicionale. Punishtet lokale janë detyruar të rrisin kapacitetin për të përballuar kërkesat, duke u kthyer në burim punësimi për shumë gra të zonës. Dhe ne në sezonin e arrës marrim punëtor sepse ka shumë proces. Dhe një grua më të qëroj në ditë, për shumë fjallë që 8-9 kg, se më shumë ka rindot, sepse do ta marri shumë hollë, se qërimi i jep atë lezetin arrës. Çdo gliko ka vështirësinë dhe lehtësinë e saj. Pak më vështirë është gliko e arrës, po këtu ne prodhojmë shalkinin, portokallin, limonin, arën, fikun e egër, domaten, po që nuk janë dhe shumë të vështira. Në Përmet, tradita nuk është vetëm pjesë së kaluarës, por edhe një mënyrë për të ndërtuar të ardhmen. Glikoja e arrës mbetet simboli kujdesit dhe dashurisë për kulinarinë tradicionale.